Përsojosa një fitore në Shkodër, shpresë për mbjetesë? Po, problemi ishte që sot neshë ishte për të dy skuadrat jetë vdekje. Nuk mund të themi që ishte thjesht, pavarësisht se ju e patë si shkoi loja. Pjesën e parë ne vujtëm në mënyrën si do të kur fitonim topin, në mënyrën si do të nxjerrim topin përpara. Sidomos nga mbështetja e dyshënuesve, e cila nuk u bë ashtu siç duhet. Tashti fjalë të mira mund të them për skuadrën mas që rezultati, se ndryshe do të kisha folë nëse do kishim rezultat tjetër. Kështu që llafet e shumta në këto momente janë për parallak. Shkoj marr vesh rezultatet e tjera dhe jemi prapë në të njëjtat pozita. Kështu që themi se me mënyrën se si djemtë janë fut për të plotësuar detyrat e tyre që unë i kam dhënë, na jep një lloj shprese për vazhdimsi. Dy javë të ardhshme janë dy finalet e tjera. Po, dy finale shumë të rëndësishme për ne. Por do të shohim, duhet të qetësohemi se dy javë të ardhshme kemi vetëm për javë marrën kampionat. Profesor, dhe skuadra në garë për qëndruar Superligë, ke mendoni se do vini pas? Nuk mund të jap shumë konkluzione në këtë drejtim. Thjesht duhet të qetësohem për vazhdimsinë neshën me Elbasan. Erdhët për fitore profesor sot në Shkodër? Normal që ishte një rezultat që neve barazimi as nuk na, siç dolën ndeshjet e tjera, as nuk na leverdiste fare. Kështu që erdhëm për fitore dhe fati jonë, se futbolli ka dhe fati jo e dini shumë mirë. Dhe i Vllaznisë gjatë këtij kampionati, do jetë ndoshta një bonus në mbjetesë të 7 pikë, unë doja që t'i kisha këto 7 pikë, po jo kundra Vllaznisë, kundra ekipeve tjera rivale që janë për mbjetesë, por është gjë që futbolli kështu e ka, se punë e fundit ne Vllaznia na ka eliminuar dhe për kupë. Ju do veti si trajner i Vllaznisë në fund profesor, se ju duar të ngiten tifozët ju dhe ekipin, duke thirrur edhe ju. Them drejtën, unë parherë kur vi në Shkodër vi me kënaqësinë më të madhe, qoftë dhe si kundërshtar. Këtë gjë kam shprehë edhe herë tjetër kur më keni marrë në për intervista tu mas neshjeve, që kam qenë si kundërshtar i Vllaznisë. Është qyteti që më ka dhënë, pavarësisht se s'kam fituar shumë, po më ka dhënë kënaqësinë më të madhe për të punuar. Çka pakët për të shtuar? Jo, unë kisha për të shtuar për ju ndërpret me që pyetët edhe për Vllaznin, për pikët që ka fituar Gjylësi me Vllaznin. Unë i uroj Vllaznisë që dali kampion dhe të plotësoj ëndrrën që kanë shumë tifozë këtu, qoftë edhe njerëzit që drejtojnë klubin.